Pse këtë vit është kaq i rënd gripi i vdekjeprurës? Jemi në sezonin e gripit. Në vendin tonë raportuan javën e kaluar rreth 13.000 raste, kryesisht tek fëmijët e të moshuarit, ndërsa specialistët paralajmërojnë se shifrat reale janë edhe më të larta. Instituti i Shëndetit Publik pret rritje të shtrimeve spitalore në fund të janarit ose fillim të shkurtit. Situata është serioze dhe jashtë vendit. Portugalia regjistroi pak ditë më parë mbi 500 vdekje në ditë me spitale të mbushura, ndërsa në Itali rreth 7.5 milion persona janë infektuar që nga fillimi i sezonit. Ndikimi i gripit përgjatë 2025-2026 ka qenë i rënd kudo. Në Australi, ku sezoni i gripit ka mbaruar së bashku me sezonin e dimrit, infeksionet kanë zgjatur një muaj më shumë se zakonisht dhe në javët e fundit gripi ka dëmtuar rënd edhe sistemet shëndetësore të vendeve tjera europiane, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por çfarë bën gripin këtë vit më të rënd? Sipas gjetjeve të epidemiologëve të përmbledhura në një artikull botuar në revistën Nature, shkaku kryesor është varianti K i virusit AH3N2 që ka mutacione të shumta dhe është më pak i njohur nga sistemi imunitar dhe vaksinat, duke bërë transmetimin dhe efektet më të rënda. Grupi i këtij viti shkaktohet nga virusi AH3N2, varianti K. Ekzistojnë dy arsye për aftësinë e dobët të sistemit tonë imunitar për ta luftuar atë. E para është se lloji që u bë dominues në sezonin 2025-2026 H3N2 ka qarkulluar për dekada, por nuk ka qenë dominues në sezonet e fundit të gripit. Në sezonin 2024-2025 ky lloj shkaktoi rreth gjysmën e rasteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetëm rreth 40% të rasteve në Europë. Prandaj e gjeti mbrojtjen tonë imunitare të papërgatitur. E dyta është se varianti K i nëntipit viral H3N2 ka një numër të lartë mutacionesh që bëjnë virusin më pak të ngjashëm me llojin e përdorur për të paketuar vaksinat e gripit të këtij viti. Rezultati është se ekziston një përputhje e përsosur midis zëmbulimit të ofruar nga vaksinat dhe virusit që qarkullon.